Një lider I mirë është ai që inspiron dikon pozitivisht në energjinë e njerëzve, në mendimet, në sjelljet, në emocionet e njerëzve. Është ai që I shton burimet për sukses. Lider I mirë është ai që shpërndan mirësi, dashuri, besim, shpresë. Ai që përhap siguri edhe në kohë të vështira, në kohë të pasigurta, ai është lideri. Është lider I mirë ai që jep shpresë, tregon udhëtimin për të ardhmen. Po që të jesh një lider I mirë do të jesh mjeshtër emocioneve, por ama edhe mjeshtër në komunikim. Sepse ka raste që ngrihen probleme dhe problemet ngrihen zakonisht nga mënyra e komunikimit apo e perceptimit apo paftësisë për të zgjidhur problemet, edhe emocionet. Problemet shkaktohen nga 3 gjëra në jetën tonë. Nga perceptimet e gabuara, nga mos menaxhimi I emocioneve ose nga mos komunikimi. Kjo do thotë shpërgjegjësia jote si lider që të dish këto gjëra. Një lider I mirë ka një kombinim shumë të fuqishëm ndërmjet vizionit, ndërmjet strategjisë dhe ndërmjet karakterit të tij. Një lider I mirë është arkitekti I kulturës, është ai që krijon sisteme. Një lider I mirë e nxit të vërtetën. Lider I mirë është ai që tregon me vepra, ai që interesohet, I vlerëson njerëzit, përkujdeset për ata, ai që inspiron njerëzit, pasi inspiron njerëzit, nuk e mban aty, por bashkëngjitur vendos dhe sistemet për t'i vlerësuar, për të kontrolluar njerëzit. Mos e harroni asnjëherë nëse doni ndikoni pozitivisht në jetën tuaj, në jetën e njerëzve, në jetën e familjes apo të kompanisë. Një lider I mirë është ai I cili mëson për ditë. Është ai që nuk dal asnjëherë rritjen dhe përmirësimin e tij. Është ai I cili çdo gjë që mëson e zbaton dhe çdo gjë që mëson dhe zbaton dhe shikon që ka vlerë e shpërndan me njerëz të tjerë. Ai është lider. Asnjë vlerë nuk ka nëse neve nuk e shpërndajmë atë gjë që ka vlerë. Po nëse mbajmë vlerën për vete, ajo zvoglohet. Dikush më thotë ose shiko, unë dua një pozicion, shikosh sa lider I mirë bëhem. Po kur të mungon pozicioni, kush je zotri? Pra lider I mirë është ai që përveç pozicionit ka dhe aftësinë për të ndikuar pozitivisht tek njerëzit, tek zemra, tek mendjet, tek mendimet, tek mënyra se si sillen njerëzit, tek vendimet. Bëu lider e tregon nëpërmjet shembull personal dhe nëpërmjet dashurisë që rruga e dur që organizata të funksionojë dhe të ndikojë dhe të fillojë të mendojë për të patur një frym leadershipi brenda është që ti të jesh lider. Nëse dikush më thotë shiko, unë dua të jem lider për pronar biznesi, zotri, njeriu që shkarkohet më shumë është njeriu që drejton biznesin. Ai që është pronar biznesi, CEO I biznesit, ai shkarkohet më shumë nga njerëzit që I largohen, nga klientët që I largohen, nga projektet që se realizojnë, nga numrat që nuk I vinë, nga kultura dobër që ndërton. Të rish në maj mund të duket sikur është në një privilegj. Por ti je në maj për të parë se çfarë duhet të bësh, jo të tregosh njerëzve sa I mirë je. Ti je në maj dhe mos haro, mund të kesh pamje të bukur, por era, fortuna është më e madhe. Po duhet ta kuptosh këtë gjë. Nëse ti do të ndërtosh biznesin tënd dhe nuk I ke të qarta këto që jemi duke folur neve, atëherë muaj që ke në kokën tënde do ta çosh në biznesin tënd zotri. S'ke për të bërë prokopi. Nëse ti s'ke arritur të qartësosh veten tënde dhe kush është filozofia e dur që ti të drejtosh biznesin. Lideri është I mirë ose drejtuesi I mirë është ai që vetëm se beson te vetja e tij, po I bën edhe njerëz të tjerë që të besojnë te vetja e tyre. Lideri I mirë është ai që ndikimi I zgjatet edhe pa praninë e tij. Lideri I mirë është ai që njerëzit thonë, unë rezultatet I solla vetë. Është ai që ul egon, se nuk I prish se çfarë do thonë njerëzit. Rezultatet kanë ardhur, se kur rezultatet kanë ardhur, ti e ke bërë punën tënde. Ti je lideri I dur, ti je pronar biznesi I vërtet. Ti shkon atje dhe vlerëson njerëzit, po ju them diçka nga eksperjenca ime. Çdo herë që keni mundësi të lavdëroni dikë, bëjeni shprehi këtë gjë. Në momentin e parë që të jepet një mundësi për të lavdëruar dikë, sidomos pjesë të organizatës, bëheni sa më shpejt, bëheni publikisht, vetëm të mira keni, vetëm ta meritoj, keni kujdes. Lideri I mirë është ai që mban premtimet e veta. Ai që ka karakterin e mirë, jep fjalën, ai që ka integritet. Një lider I mirë është ai që merr përgjegjësi, ai që jep përgjegjësinë në jetë kohë. Është ai I cili shpërndan optimizëm, entuziazëm, është ai që bën të mundur që njerëzit të jenë kurioz për jetën e tyre, të mos rrinë asnjëherë të qëndrojnë në vend. Ai që ndërton sisteme, kulturën e rritjen,